Një ngjarje e rëndë tronditi mbar opinionin publik dje, pasi nëna dhe dy fëmijët e saj humbën jetën pasi banesa e tyre u përfshi nga flakët në një fshat në Shqipëri. Detajet për këtë rast do të na jap kolegu im Martin Marku, të cilin e kemi përmes një lidhje direkte. Martin, përshëndetje. Hajde të përshëndes, faleminderit. Fatkeqësisht kohëve të fundit po diskutojmë bashkë për disa ngjarje shumë të rënda që kanë ndodhur në Shqipëri. Njëjtë ishte edhe ky rast i fundit. Dua të di për cilat ishin detajet dhe rrethanat në të cilat u gjend nëna bashkë me fëmijët e saj. Po, në fakt, është një ngjarje shumë tragjike, ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Shkodrës, më konkretisht në fshatin Domen të njësisë administrative Postrip të territorit të bashkisë të Shkodrës, ku nëna së bashku me dy fëmijët e saj kanë shkuar pikërisht tek një banesë e cila ndodhet pikërisht në fshatin Domen, së bashku edhe me vjerrin dhe bashkëshortin e saj, por tragjikisht tre anëtarë të së njëjtës familje humbën jetën nga shpërthimi i një bombule gazit, që të paktën paraprakisht dyshohet të jetë shkaktarja e kësaj tragjedie të ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Shkodrës. Në fakt, 24 vjeçarja ka qenë së bashku me dy fëmijët e saj të mitur, me konkretisht Amar Qelaj 3 vjeç dhe Anuar Qelaj 18 muajsh, pra rreth 1 vjeç e gjysëm në momentin e shpërthimit të bombules së gazit, çka i ka shkaktuar tragjikisht edhe humbjen e jetës nënës së bashku me dy fëmijët e saj. Në fakt, gjatë ditës së sotme kanë dalë të tjera detaje dhe detaje mjaft rënqese, duhet thënë, sa i takon kësaj ngjarje të rëndë, ku nga hetimet dhe nga grupi hetimor bëhet me dije se nëna ka qenë në mbrojtje sipër, pra ndaj fëmijëve të saj, ku praktikisht fëmija 1 vjeç i është gjendur në duar nënës, pra 24 vjeçares Bleona Qelaj, dhe fëmija i tjetër, i cili është i moshës rreth 3 vjeç, vetëm disa metra më tutje. Pra ka tentuar të paktën sipas hetuesve që t'i mbrojë në momentin e shpërthimit, por me sa duket ka qenë e pamundur ajta për shkak të shpërthimit të fuqishëm, pasi dyshohet që të ketë qenë një bombull gazit, e cila në momentin që ka shpërthyer, pra të ketë shkaktuar këtë tragjedi të rëndë në familjen Qelaj, duke humbur jetën 3 anëtar të kësaj familje, nëna 24 vjeçe dhe 2 fëmijë 3 dhe tjetri 1 vjeç e gjysëm, që në fakt është një ndër ngjarjet më tragjike të ndodhur kohë të fundit pikërisht në vendin tonë, dhe një ngjarje e cila duket se të paktën sipas informacioneve të fundit ka të bëjë pikërisht me këto anëtarë të kësaj familje, të cilët kishin jetuar prej kohësh në Gjermani dhe ishin kthyer rreth datës 15 korrik, pra rreth 2 javë më parë në Shqipëri, dhe kishin shkuar pikërisht në fshatin Domen të njësisë Postrip të Shkodrës për të rikonstruktuar apo për të riparuar banesën e vjetër. Dhe kjo në fakt ka çuar në këtë tragjedi të rëndë, duhet thënë, për shkak se ata kishin marrë edhe një bombull gazit rreth 5 litrëshe për të ushqyer fëmijët e familjes, dhe normalisht kjo solli dhe tragjedinë e madhe. Nga shpërthimi i fuqishëm, me sa duket ka patur edhe dëmtim të tavanit të kësaj banese, e cila ishte prej kohësh e pabanuar, çka ka sjellë një tragjedi edhe më të madhe për shkak edhe të mos pasjes mundësi ndoshta për të manovruar nëna me 2 të veçit e saj, që fatkeqësisht humben jetën në këtë ngjarje të rëndë. Dhe aq më tragjike është situata, në fakt edhe vajtja e forcave zjarrfikse në vendin në momentin që kanë marrë njoftimin nga një banor i zonës, pasi ka parë që në këtë banesë po ditët e ty, është fakti pra se mungon edhe rruga. Rruga është paktën nga rruga kryesore dhe deri tek banesa që ndodhet në fshatin Domen të kësaj njësie administrative të Postripës në Shkodër, paktën është gati rreth 30 apo 40 minuta, çka forcat zjarrfikse ju është dashur pra që të ecin në këmbë për të vajtur dhe për të çuar flakët e zjarrit, por ka qenë e pamundur pasi kanë arritur që të gjejnë edhe trupat e pajet të 3 anëtarëve të kësaj familje, të
cilët edhe nga asfiksia dhe flakët ata janë shkrumbuar totalisht, por edhe si pasojë e shembjes së qatis banesës i kanë humbur jetën tragjikisht në vendin ku ka ndodhur edhe ngjarja. Martin, s'kemi asgjë tjetër t'i shprehim kushtime familjarëve, me të vërtetë edhe rrethanat dhe çdo gjë që lidhet me këtë rast, mund të themi që është një tragjedi e vërtetë, shumë e trisht edhe rrethanat se si nëna është gjetur bashkë me fëmijët e saj afër duke u munduar t'i ndihmoj atë, për rrethanat ishin që ajo s'ka pas mundësi të dalë jashtë dhe nuk ka pas as banor përreth që ndoshta t'i dalin në ndihmë me kohë, me të vërtetë një rast shumë tragjik. Mirë Martin, unë të falenderoj shumë për informacionet që ndave bashkë me ne. Faleminderit juve.